Historikisht e ka përdorur gruan në dy aspekte. Ose e ka përveçuar si mjet, apo ose përmes saj e ka ndo shoqërinë. Për shembull, e dini të ndodhur që normal, edhe historikisht edhe sot gruaja për shfaqim përdoret shpeshherë. Fatkeqësisht. Dhe jo rastësisht Islami ka me një platformë të kompletuar për gruan që ta mbrohen, ta ruan, ta ngrihen në pozitë caktuar dhe mos lënë që të bëhet vegël e lire shejtanit për shturje, shfrenim, madje edhe shantazh të autoritetit caktuara që pastaj të manipulohen edhe të dirigjohen më lehtë apo. Kush përdor në këtë aspekt? Pasuria dhe gruaja, normal atë. Shantazhohen në bazë të rasteve të caktuara e kështu me radhë. Po në anën tjetër, kanë ndëtu me prish shoqëninë dhe me përqa përmes njollosjes së gruas. Munafikat ku kanë godit? Te gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po, kanë shpi për Aishën radhiyallahu ta'ala anha. Pse? Ata e kanë ditë. E kanë ditë nëse bjen kështjellë e Aishës, dërmohet misioni i pejgamberit alayhi salatu wasallam. Shumë e madhe atë. Dhe këtë e kanë kuptuar sahabët drejt. Andaj sikur se është hadithi i Omerit në Buhari rahimullah, kur pejgamberi alayhi salatu wasallam një muaj ditë i ka bojkotuar gratë e tij. Për një problem caktuar i ka bojkotuar një muaj ditë. Edhe është problemi se pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka shkurzuar gratë. Omeri kur ka ndodhur ngjarja s'ka qenë në Medinë. Nuk ka qenë në Medinë. Ka qenë jashtë Medinës për udhimet e tija të tregtisë. Kur është kthy, thot Omeri e kum pa Medinë e zymt, fikur. I thash Omeri thot, ju thash njerëzve, aromakët kanë nësulmua, aromakët superfuqi. Do diçka e madhe ka ndodhur se gjithë kjo zymtësi në Medinë, diçka e madhe ka ndodhur. Çka thon sahabët? Bel emru ashaddu min dhalik. Kon puna është më e madhe se kjo, çfarë aromak të letë kjo punë. I dërguari i ka lëshu gratë e tij ato. Do problemi familjar në shtëpinë e modelit është problem shoqëror. Apo nuk ka lehtë. Për shembull një hoxh ose një figurë e caktuar apo të njolloset familja e tij, gruaja e tij. Këtë betejë shkon duke u mbrojt, pastaj mbeten shumë shtigje tjera të lëshuara, s'ki mundësi atë. Ta angazhon, merr. Pastaj ngrit shumë dilema, shumë të caktuara, edhe për vetë thirrsin e për vetë pejgamberin e kështu me radhë. Ata e kanë ditë ka me ardhur. Prandaj të ndërvozat, jo rastësisht. Në Surën An-Nisa ka hapësirë të madhe për munafikat, si temë. Pse? Munafikat të ndërvozat si temë më shumë i trajtohen në këtë sure. Nisa, Tauba, edhe sura Munafikun që është po. Në surën Nisa dhe Munafikun edhe Tauba ka shumë apo. Ka shumë. Për shkak se të dyja kanë bëjmë me domthonë tendenca për ta rënuar shoqërinë. Ajo atje përball armikut në Tauba, apo e kjo përball armikut brendshëm. Andaj në surën Nisa ka shumë ajete për munafikat. Pse në surën Nisa këtu e grave për munafikat? Për shkak se munafikat zakonisht e keq përdorin gruan për të ecur me planet e tyre. Andaj duhet goja të jetë e vëmendshme, e kujdesshme, që mos bie prej e kamuflimeve që thash, apo mos bie prej fjalëve jorse, po edhe ne të fokusohemi në projektin punë tona që ta ruajmë gruan, ta mbrojmë, ta përgatitim që të jetë aftë me lut rolin që duhet, edhe të jetë e vëmendshme dhe kujdesshme ndaj planeve të shejtanit.